Të dashur shikues, Gjimnazi Eqrem Qabej njihet për përkushtimit ndaj cilësisë arsimit e po ashtu edhe për programet bashkëkohore që ka e që ofrojnë të rinjve mundësi reale për zhvillimin personal dhe profesional. Një nga drejtimet më të kërkuara është ai i gjuhës gjermane, i cili po shihet si një investim i rëndësishëm për të ardhmen e të rinjve, duke hapur kështu rrugë për studime jashtë vendit, punësime dhe bashkëpunime ndërkombëtare. Për të mësuar më shumë rreth këtij drejtimi, kushteve të shkollimit e po ashtu edhe përvojave të nxënësve, do të bisedoj me drejtorin e Gjimnazit Eqrem Qabej, profesor Shemsedin Beqiri, si dhe me nxënëset Ana Arifi dhe Melisa Haliti. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Profesor, si do ta përshkruanit ju me pak fjalë punën e Gjimnazit Eqrem Qabej? Po, Gjimnazi Eqrem Qabej mund të llogaritet ndër gjimnazet më të avancuara, më prestigjioze të kryeqytetit. Është gjimnaz në drejtimin shkenca shoqërore gjyqësore, ndërsa prej vitit 1990 deri 2021 është emërtuar si gjimnazi gjuhëve, gjimnazi filologjisë, gjimnazi gjuhëve. Ajo që i veçon gjimnazin ton nga gjimnazet si motra, si të kryeqytetit, po dhe në nivel të vendit, është se ne gëzojmë një të veçantë shumë të avancuar këtu, sepse prej vitit shkollor 2002-2003, për herë të parë fillon starton programi diplomës gjermane, ne e quajmë, ku të rinjt kanë mundësi të avancohen, përgatiten, të avancohen për studimet më teshme dhe vërtet kjo është një përparësi që shihen rezultatet drejt për së drejti nga ajo çfarë bëhet në gjimnazin ton dhe me që jemi gjimnazi vetëm një drejtim të këtill që kemi në nivel vendi, është një mundësi e mirë që vërtet të rinjt ta gjejnë veten, të orientohen në gjimnazin Eqrem Qabej. Një gjimnaz që vërtet e dallon puna, e dallon përkushtimi, si mësimdhënësve, si nxënësve, dhe një përparësi më e mirë është se nga këtu vërtet dalin nxënësit përgatitur ashtu siç vërtet edhe dëshirojnë dhe siç e presim edhe ne, stafi i mësimdhënësve, sepse gjithmonë nxënësit kanë një mbështetje solide, një mbështetje profesionale dhe kjo e bën që gjimnazi jonë vërtet të ketë suksese të njëpasnjëshme, nxënësit tanë, të themi, të kenë një sukses përmbajtësor dhe sot vërtet ata akoma pa mbaruar gjimnazin gjejnë veten, kanë hapin mundësitë shumta të orientimeve, të krijimit të mirëqenies për veten, për familjet e tyre e gjëra të tjera që janë shumë të dobishme. Thjesht puna në gjimnazin Eqrem Qabej reflekton si punë suksesi, si punë përkushtimi dhe vërtet kjo gjë gjen një përkraje shumë të mirë të them edhe nga instancat më të larta, por veçanërisht nga nxënësit, këta i kemi mbështetësit më të mirë, sepse shohim se kanë kuptuar qëllimin kryesor të stafit të mësimdhënësve, të mua si drejtor dhe gjithë të tjerëve që vërtet e duan arsimimin, e duan prosperitetin dhe suksesin e nxënësve tanë. Ana klasën e 11, Melisa në 12, apo? Po. I kam kështu shënume. Si po e kaloni ju shkollën e mesme? A është e mirë shkolla edhe si e vlerësoni ju? Mirë, faleminderit. Unë siç e përmendëm klasën e 11 edhe fatmirësisht është viti i dytë që po e ndjek programin e gjuhës gjermane, edhe u përmend më herët që mësimi në gjuhën gjermane është shumë cilësor. Natyrisht edhe fal profesorëve, fal bashkëpunimit që kemi jo veç profesor nxënës, po dhe stafi i gjerë shkollor. Është mundësi shumë e mirë, mësimi një gjuhë e tre, qoftë ajo gjuha gjermane ose cila do qoftë. E dim që jo veç nuk ka zhvillim veç në aspektin profesional, po edhe personal. Natyrisht që sa ma shumë njohuri specifike të kemi, aq ma shumë do zhvillohemi si individ. Edhe mësimi një gjuhë e tre është shumë e mirë, edhe në aspektin e gjetjes vetes në tregun e punës, jo veç në për Evropë, po edhe në Kosovë. Shohim që çdo ditë më shumë Kosova po përpara në aspektin e tregut punës, po hapen vende të reja të punës, edhe njerëzit po kanë interesim më shumë në gjitha fushat.
Edhe kemi pa që në shkollën tonë mësimi është shumë cilësor në gjuhën gjermane, sepse kemi pa që nëse shkojmë gjithmonë me një rutinë, mi bëhet njëjta gjëna çdo ditë, krijohet monotoni në përditshmëri, po për fat mirë modernizimi në mësime në shkolla në përgjithësi ka pas rezultate të mira sepse nxënësit po kanë interesim për mësim. Pra profesorët po kanë ide kreative se çish me menaxhu orën, çish me bëu më atraktive një orë mësimore, edhe për atë arsye natyrisht që sa më shumë aktivitete, sa më shumë projekte ose iniciativa që të ketë edhe për nxënësve edhe për profesorëve, mësimi do të jetë më cilësor dhe më i kënaqshëm për nxënësit. Gjithmonë duhet kërkuar alternativa të reja për me u bë nxënësve atraktiv sigurisht. Për ty Melisa? Po edhe për mua gjimnazi është pjesa më e bukur që besoj që mujna me përjetu secili prej neve. Përveç se cike ona për pjesën e gjuhës gjermane, do më thonë në gjimnazin tonë, gjithmonë e kemi për qëllim që me zhvillu mundësi sa më të mira për krejt nxënësit. Në ditës e sot më është shumë e rëndësishme për me pas një mundësi, e më rëndësishme është për me ditë për me shfrytëzu ato. Të njëjtën e kom bu unë edhe shumë moshatar të mi. Përveç programit gjuhës gjermane, gjithashtu në gjimnazin tonë gjithmonë janë zhvillu edhe ende zhvillohen projekte të ndryshme, edhe për shembull diçka shumë kryesore që ka qenë gjithmonë është leximi, edhe normalisht dituria. Në gjimnazin tonë gjithashtu kemi pas edhe domethënë një grup të veçantë, domethënë i cili ka qenë klubi i librit. Aty kemi zhvillu domethënë orë të ndryshme, edhe secili prej neve e kemi shpalos ato që e kemi lexuar dhe e kemi ndo bashkë. Diçka tjetër që kisha dashur me veçu ka qenë edhe pjesa e debatit. Është një pjesë shumë e mirë për mua mendoj. Kemi marrë domethënë debate të ndryshme brenda shkollës, po edhe jashtë shkollës. Gjithashtu vitin e kaluar në dhjetor e kemi pas një debat që kemi zhvilluar në komunën e Prishtinës me një shkollë tjetër. Aty gjithashtu kemi dalë fitues. Edhe mendoj që është shumë e rëndësishme për neve. Kush e fitoi debatin? Do të thonë gjimnazi jonë. Po vajza dhe po djemt. Vajza kemi qenë. Po. Edhe mendoj që ka qenë diçka shumë e mirë. Po, shumë mirë. Drejtor, apo na tregon pse është kaq e rëndësishme futja e gjuhës gjermane aty edhe pse keni pa ju kaq domosdoshme? Po. Me njerë pas mbarimit luftës, që i bie vitit 2002, si që thash më parë, vitit shkollor 2002-2003, është vlerësuar nga kërkesat e nxënësve të prindërve dhe duke u parë zhvillimit e gjithëmbarshme si kërkesë imediate të themi që të bëhet diçka ndryshe nga gjimnazet tjera që e kem, po të themi në sistemin tonë të arsimit një rutinë të njëtrajtshme të gjitha gjimnazet, bëjmë diçka të veçantë, që vërtet tjetë edhe më tërheqëse për të rinjt, dhe kjo e ka dhënë efektin shumë pozitiv, sepse nga 2002 e këndej, kanë dalë nga gjimnazi kuadro të formuara mirë, të cilët, më thënë, jo veç në fushën e gjuhës, po gjuha ju ka dhënë një përparësi shumë të mirë të formimit të tyre intelektual, që kanë gjetur veten në fushat të ndryshme të profesionet të ndryshme, dhe gjimnazi për të parë se vërtet është edhe më i rëndësishëm ky drejtimi i diplomës gjermane, është planifikuar gjatë kohës sa jam unë drejtor që vërtet të avancohet edhe më tej. Sepse deri në vitin 2021-2022 gjimnazi Eqrem Çabej ka pasur programin e diplomës gjermane duke u përfshirë vetëm një gjenerat. Do të thënë ata që janë pranuar në klasën e 10 derisa kanë mbaruar nuk janë përfshirë nxënës tjerë. Ndërsa nga ky vit e këndej gjimnazi, më thënë ky program pasurohet akoma më shumë, sepse për herë të parë jemi duke përcjellur gjeneratën e parë dhe në kontinuitet i kemi 3 vitet të përfshira në këtë program. Ndërsa nga ky vit shkollor 2025-26 për herë të parë është edhe njërisi me shumë përparësi për shumë të rinj, që t'u jepet mundësia pra nxënësve në numër më të shumt që të përfshihen në këtë program, është planifikuar nga shkolla dhe është përkrahur dukshëm edhe nga DKA, sepse gjithmonë pa mbështetjen e të tjerëve ne do të kishim mundur të bëjmë gjë, duke na u mundësuar shtimi i stafit, sepse
shtimi I orëve për herë të parë këtë vit nga 2 orë që kanë orë të rregullta nxënësit e programit, në përgjithësi orë të rregullta, programi I diplomës gjermane përfshihet nga 7 orë. Çka do të thonë se është një mundësi e mirë dhe një përparësi të themi që nxënësit që shkollohen gjithsesi që ndjekin në këto 2 paralele nuk e ndjen mundësinë dhe s'kan pse pastaj prindërit e tyre të investojnë në programe të ndryshme përgatitore, po nga këtu me një fjalë ta kenë përgatitjen solide. Edhe janë më të freskët nxënësit kur janë më të rinj edhe e kapin gjuhët më lehtë edhe mësojnë më shpejt. Sepse përcjellja e programit kuptohet edhe në paralele tjera, po veçanërisht në këto 2 paralele është një përvarësi e madhe sepse aty edhe konkurenca e nxënësve është më ndryshe nga paralele tjera dhe me që në këtë vit kemi startuar me 2 paralele, planifikojmë që se do të jetë në kontinuitet çdo vit kështu, planifikojmë që këtë program kuptohet me përkrajen e instancave komunale, ne të arrisim akoma tërhiqet vëmendja sepse interesimi I nxënësve, prindërve të tyre, që vërtet e shohin si mundësi shumë të mirë për të shkolluar fëmijët e tyre në gjimnazin ton, është tetë I madh sepse nga pamundësia për t'i përfshirë ne siç e kemi edhe me ligj përfshirjen në një klasë, kërkesat kanë qenë shumë të mëdha, po ne s'kemi mundur, domethënë, t'i përfshijmë të gjithë dhe mendojmë se vetëm këto 2 klasë mësojnë, gjuhë gjermane mësojnë se ne kemi gjuhë të dytë edhe paralele tjera, po e kanë numrin e kufizuar, fondin e orëve të kufizuar 2 orë vetëm. Ndërsa këto 2 paralele kanë 7 orë sepse kanë punë më intensive, programi është shumë I pasur dhe krijon mundësi të shumta. Unë s'do të lë pa I përmendur përparësi që menjëherë është reflektuar për kraja gjermane këtu në mbështetjen që na bëhet neve, sepse vitin e shkuar, në janar të vitit shkuar, kishim një grup nxënësish, mysafir në Gjermani, Deutsche Welle kanë qëndruar aty dhe kanë dhënë përvoja të ndryshme bashkë me nxënësit e rajonit dhe aty janë çmuar, gjë që na bën edhe neve të ndihemi krenar, sepse shohim rezultatet e drejt për drejta të punës që bëhet në shkollë dhe ai rezultat që reflekton drejt për së drejti edhe në jashtë Kosovës son dhe vërtet nxënësit tanë atë ballafaqim të themi idesh që kanë pasur me bashkëmoshatarët e tyre të shtetit të rajonit në Gjermani kanë treguar një rezultat dhe një mirënjohje për të gjithë ka qenë nga aty. Se ne vërtet s'mund ta fshehim se jemi ndier shumë mirë nga kjo dhe e kemi kuptuar si nxitje që vërtet arrisim akoma programin dhe pikërisht këtë vit kemi startuar domethënë me një risi që ti kemi 2 paralele nga një çfarë kemi pasur deri më tani. Si ndihmon ky program në përgatitjen e nxënësve për tregun e punës, po ashtu edhe ndoshta për studime jashtë vendit? E kemi rast me Melisën që veç që ka angazhuar diku, mundet ndoshta me nda përvojën me të tjerët. Po, me shumë kënaqësi. Gjithmonë më kam pëlqyer me mësu shumë edhe zakonisht gjuhët huaja. Edhe normalisht si gjimnazi Ecrem Çabeji që është njohur si gjimnazi I gjuhëve, edhe aty kanë filluar domethënë hapat e parë, kryesisht domethënë me gjuhën angleze, po edhe me gjuhën gjermane. Domethënë deri te sot më është shumë e rëndësishme për me ditë sa më shumë gjuhë, për shkak se t'jap mundësi ju veç jashtë vendit, po edhe jashtë Kosovës. Tash domethënë me një periudhë caktuar kam mësu intensivisht gjuhën gjermane. Edhe tash vetë se jam punësuar aty, edhe domethënë punoj prej Kosovës për një kompani në Gjermani për shembull. Çfarë niveli gjuhës duhesh me ditë për shembull me qenë punësuar online? Zakonisht kërkohet niveli B2 ose C1, varësisht domethënë edhe prej projektit në cilin dëshiroj të marr pjesë, po zakonisht B2 ose C1. Mirë. Dërsa Ana nuk je angazhuar ende, por që qëndron mirë me gjuhën gjermane, me siguri. Po. Për fat mirë, se cili mund të gjejmë vetën fushat të ndryshme, se dim që tash gjuha gjermane ka hap rrugët për punësim, po edhe për zhvillim personal shumë. Unë ende jam mësime të gjuhës gjermane, edhe pse niveli nuk është sa I Melisës ende, po që jemi asaj rrugë. Për fat mirë, mbështetja është shumë e madhe, edhe mësimet nuk bëhen veç shkot. Sigurohemi që ato që po I mësojmë po na shërbejnë.
edhe pra është viti i dytë që po e ndjek këtë lloj të mësimit, edhe u përmend edhe nga drejtori që sa më shumë nxënës të jenë të angazhuar në këtë program, aq më shumë do ta vrejnë edhe nxënësit e tjerë që ende nuk janë gjimnaz, pra ende për shkolla fillore ose shkolla të mesme të ulta. E shohin që ndoshta është mundësi shumë e mirë për ta që ja u hap dyert për në të ardhmen. Jo veç për me gjetë vetën me një treg specifik të punës, po edhe sa më shumë njohuri të kemi, aq më mirë. Nuk është gjuha gjermane i vetmi element ky që gjimnazit tonë për fat mirë, secili nxënës nuk mund të jetë i mirë në gjuhë huaja ose në matematikë ose në çfarë lloj lande që është. Po për fat mirë kemi klube të ndryshme edhe fusha të ndryshme që nxënësit mund ta gjejnë veten, fushën e sportit që për disa vite me radhë jemi kampion të futbollit. Djemtë të shkollës tonë kanë fituar sfundi kanë fituar kupën për ligën e shkollave, pra kanë qenë kampion për disa herë me radhë, po edhe në shumë fusha të ndryshme që nëse ndalemi mi përmend do të na marrë shumë kohë. Po që pra kjo vlen më thonë që shumë nxënës e gjejnë veten në fusha të ndryshme në shkollë, jo veç në gjuhë gjermane. Edhe për fat mirë e dim arsyen pse po mësojmë gjuhën gjermane, jo veç për me marrë një diplomë dhe mungut me thonë është ta shkojnë në studime jashtë. Pse me dhënë përparësi shteteve të Evropës, kur e dim që edhe në Kosovë secili mund ta gjejë veten për studime të mirëfillta. E dim që secili nxënës i njeh aftësitë e veta, edhe si Melisa që ka gjetë veten ose shumë bashkëmoshatar. Çka i duhet Melisës Gjermania për shembull Po, ose çaja është e mira që edhe Kosova ka shumë vende të mira për studim, sidomos kohëve të reja. Kështu që nuk është e nevojshme veç me thonë po e mësoj gjuhën gjermane për studime jashtë vendit apo çfarë do të qoftë, po edhe në përgjithësi e dim që nxënësit sot po kanë interesim për gjëra të reja, për çka do të qoftë, gjithë po janë të gatshëm për mësim të mirëfillt edhe pse jo zhvillim personal më shumë e pas. Shumë e vërtetë. Drejtor, a ka shkolla bashkëpunime me institucione gjermane apo a planifikon të ketë në të ardhmen? Po ashtu edhe për sa i përket programeve të shkëmbimit e gjanat e tjera. Po, siç përmenda në fillim të janarit ka qenë në funksion të bashkëpunimit ndërshtetëror të themi, sepse shkolla është përfaqësuar nga një grup nxënësish në Bonn të Gjermanisë në gjithat planifikim që është bërë me shtetet e rajonit. Një gjë që ne na gëzon shumë, dje kemi marrë lajme nga koordinatorja e programit DSD, sepse në shtator të këtij viti përsëri do të jenë nxënësit të ftuar, 6 nxënës me profesorin e tyre. Në program kamp veror, po edhe aty do të këmben përvoja të ndryshme të përgatitjes, sepse një këmbimi përvojash me nxënësit e rajonit, shteteve kryesore që e mbështesin këtë program, është një përparësi e mirë që vërtet nxënësit tanë të shfaqin përvojat e tyre dhe do të jetë një përparësi e mirë e njohjes, një përparësi e përgatitjes, sepse ne si gjimnaz prej vitit 2002, siç thash, ne kemi pasur përkraje, po jo përkraje përmbajtësore. Këtë vit ka filluar që vërtet ne ta kemi një përkraje më domethënëse, sepse nxënësit e këtij programi, mbi 100 nxënës që kemi, janë pajisur me libra falas, pra librat janë të siguruar nga programi dhe mjetet tjera shkollore. Çka do të thënë kjo, se një gjë që duhet ta theksoj për herë të parë, ekskluzivitetin ta lë këtu në televizionin numër 1 të Kosovës, në RTK, është se planifikohet, ne të na ofrohet mundësia që të futemi edhe në programin Erasmus. Çka do të thënë se gjimnazit i hapen mundësi, i hapen portat shumë të mira të suksesit dhe një arsye më shumë që nxënësit vërtet të shohin më larg nga përgatitjet që bëhen, e gjejnë këtu në gjimnaz, deshën. Sepse hapja e mundësisë të tillë që na është kumtuar se do të jetë shumë pranë ofrimit, neve na bën edhe të arrisim përgjegjësinë, të arrisim gatishmërinë për punë, sepse çfarë punën, përvojat edhe gjetiu, çdo mendse duhet kemi parasysh se nxënësit i kemi edhe më të përgatitur. Jo se dyshojmë përgatitjen e tyre, sepse vërtet nga këtu dalin të përgatitur nxënësit me mundësi të shumta
që të kyçe në tregun e punës, sepse jemi në shekullin 21, në shekullin të epokës digjitale, ku vërtet mundësitë janë shumë të mëdha që nxënësit edhe nga shtëpitë e tyre, pa pasur nevojë televizin, të krijojnë mundësi, të krijojnë mirëqenie, të krijojnë përparësi të shumta, jo vetëm të komunikimit të thjeshtë në gjuhën gjermane, por thjesht të përgatiten edhe në fusha tjera, sepse njohja gjuhës gjermane nënkupton që këta të orientohen pastaj edhe në shkencë, dhe do ta kenë më lehtë komunikimin, më lehtë eksplorimin e njohurive dhe një përparësi dhe një kursim besa, siç e thash edhe më parë, edhe të buxhetit familjar, po dhe një krijim i mirëqenies që vërtet është shumë domethënëse për gjithë secilin. Me një fjalë, programi i diplomës gjermane po krijon një përparësi për shkollën e Kosovës, për gjimnazin Ekrem Çabej, sepse kështu ne nënkuptojmë të gjithë, dhe pse mos tjetë një zhvillim në të ardhmen edhe më përmbajtësor dhe një përkrahje edhe më përmbajtësore të jetë edhe nga instancat më të larta arsimore të vendit tonë, sepse deri më tani vërtet është vërejtur se nuk na mungon përkrahja, veçanërisht siç thash në shtimin e stafit, se ajo s'do të ishte bërë nga shkolla, pa përkrahjen e DKA-s në Prishtinë, po jo se është përkrahje mjaftueshme. E them këtë për faktin sepse ne do të jemi zëri i gjithë këta nxënësve, i kërkesave të tyre dhe të prindërve të tyre që mos të pushojmë së kërkuari në mënyrë të arsyeshme, kuptoj gjithnjë, për të avancuar akoma më shumë, sepse mbështetjen, interesimin edhe nga ambasada gjermane, por edhe nga programi DSD që përmenda, është tepër i lartë, çka vërtet ne s'duhet të heshtim, duhet të mobilizohemi të themi të gjithë, jo vetëm si shkollë, por edhe si shoqëri, që jo ta përkrahim, po ta mbështesim fuqishëm, sepse është në të mirën tonë, në të mirën e nxënësve. A ka shkolla kushte të mjaftueshme për të ofruar nxënësve krejt çka ata duan, edhe cila është infrastruktura në përgjithësi? Fatkeqësisht, ta themi këtë është vullneti ai që ka dominuar dhe ka triumfuar deri më tani, sepse kushtet nuk janë për të përmendur se ofrojnë ndonjë mundësi të ndryshme, pos programit që ofron, me mbështetje me tekste dhe mbështetje më të lehtë, ne nuk kemi mundësi sepse ta quash program i diplomës gjermane nënkupton që të kemi mësim kabinetik. Këtë nuk e kemi mundësi për mungesë të hapësirës dhe të infrastrukturës. Po, megjithatë po them këto kushtet cilat i kemi, në këtë mobilizim të përgjithshëm që kemi ne si kolektiv i gjimnazit Ekrem Çabej, përsëri je për të kuptuar se rezultatet nuk mungojnë, por se a ka diçka për të dëshiruar, s'do mend se po, sepse gjithmonë duhet synuar, duhet mëtuar që ne ta pasurojmë jo vetëm me vullnet, po ta pasurojmë edhe me kushte infrastrukturore që do të kishin bërë që këta nxënës akoma më mirë të ndiheshin, akoma më mirë të ofroheshin afër informacioneve që duhet dhe vërtet të jenë në gjendje edhe më të mirë për të reflektuar me suksesin e tyre që nxejnë aty nga gjithë ato obligime që kryen, dhe çdo mend të bëhemi një shembull më i theksuar, jo në nivel vendi veç, por edhe më gjerë, thjesht me punën e nxënësve dhe të mësimdhënësve që bëhet në gjimnazin tonë, besoj se e ardhmja për shumicën nga këta do të jetë e ndritshme, do të jetë me përparësi dhe një motivacion më shumë që edhe të tjerët ta ndjekin këtë shembull, sepse nga aty do dalin vetëm të ditur, të përgatitur dhe çdo mend me përfitime të mëdha. Megjithatë, nxënësit po gjejnë me siguri alternativa të shumta për sa i përket mësim-nxënjes, sepse ka mundësi shumë. Jo vetëm në shkolla, po tashmë informacione po kemi gjithandej, edhe po kemi inteligjencën artificiale, telefonat, internetin, gjithçka tjetër. Edhe gjuhët nuk është vështirë me i mësu në kushtet e sotme që i kemi. Përpara me një fjalor, me një kurs, ndoshta intenziv, çka ju duhet juve kështu personalisht për me mësu gjuhën gjermane? Si ju duket rruga më e lehtë për shembull?
Okej, tash, si që se këtë dhe jo, në të sot me ka shumë si se që është mujna me imësu gjutë. Kjo varet pak edhe prej individit, për shembull se cili prej neve kupton pak më ndryshe. Për shembull dikush e ka më lehtë për me lexu diçka, dikush tjetër e ka më lehtë për me kqyr një film ose diçka tjetër. Për mua personalisht, domethënë mënyra më e lehtë se që shkomujt për me kuptu më shumë gjuhën gjermane është më shumë përmes dëgjimet. Domethënë për shembull të dëgju podcast ndryshëm ose video. I ke dëgjuar me përkthim apo si? Zakonisht pa përkthim. Pa përkthim duket më shpejt të mëson. Po, se për shembull, normal që ka postë që nuk i kum kuptuar asun, po e kum dëgjuar disa herë, po fix, ashtu. Edhe për shembull e kum dëgjuar disa herë, edhe tani, domethënë e kum vrejt që automatikisht po filloj vetë për me kuptu. Po për shembull edhe leximi i librave ose gazeta diçka që janë krejt gjermanisht. Po pjesa më e rëndësishme që e kish halon për me veçu është pjesa e komunikimit. Sado që mëson diçka pa e praktiku është e mangët, po. Është shumë e rëndësishme për shembull me dikon një familjar që e ki jashtë ose me shok, shoqërinë edhe me çato që mëson, çato që e dëgjon me praktiku. Mirë që përmend që mënyra e të nxënit varet edhe prej aftësive që i ka ai nxënës, po që fatmirësisht shkolla na ka ofruar mundësi të ndryshme, po që jemi edhe rrugës për ende më shumë seminare të ndryshme dhe vizitat që përmenda më herët që bëhen në shtetin e Gjermanisë, po edhe nëpër Evropë nëse na ofrohet mundësia. Duke i dëgju njerëzit që flasin gjuhën e tyre, pra me na dëgju turistët e huaj neve duke folë shqip, e kanë më të lehtë me kuptu strukturën e formulimit fjalive, mënyrës se si po diskutojmë në përditshmëri. Edhe për atë arsye, pas pjesës argëtimit edhe edukimit, këto seminare, programe ose vizita jashtë vendit bëhen edhe me pa nxënësit se si po diskutojnë nxënësit e huaj, pra nxënësit gjerman, si po funksionon arsimit e ata, ose arsimimin përgjithësi në shtetet e Evropës. Po që është shumë e mirë, pra varet prej aftësive të nxënësit, se dikush e ka më të lehtë me mësu një gjuhë tuaj, ndoshta dikush e gjen veten në mënyra tjera, po edhe unë personalisht kisha thonë që në bazë të dëgjimit edhe me sfidu veten pak me komuniku në gjuhë gjermane. Ndoshta me gabime, po edhim që në bazë të gabimeve mësojmë ata që nuk e dim. Vërtet. Sa më pak komplekse që ka dikush shumë shpejt e mëson një gjuhë. Për atë arsye pa sfidu veten, pa e sfidu veten, nuk mundemi me kuptu se çka po na mungon ose ku duhet me ndryshu ose me përparu më shumë në aspektin personal. Për atë arsye, secili ka metodat e veta të mësimit edhe ku e gjen veten më mirë. Po që këto janë themelore, pra dëgjimi edhe leximi, po natyrisht edhe në shkollën tonë e kam vrejtë që shumë nxënës mënyrat se si shpjegojnë mësimdhënësit janë shumë të kënaqshëm. Pra aktiviteti tyne në lanë mësimore ose gjatore së mësimit është shumë i lartë edhe për atë arsye edhe vetë se po shpërblen me këto mundësi që i ofron shkolla jonë. Sa kohë ju ka dashur me mësu nivelin që ju jeni në gjermanisht? Sepse e di një gjuhë, e di një fjalë që thuhet se nuk mjafton një jetë me mësu gjuhën gjermane sepse është shumë e vështirë. Po, edhe unë e kisha cilësu pak si tillë, normalisht se cila gjuhë huaj është pak më e vështirë, sidomos domethënë kur nuk ki njohuri as pak atë. Edhe unë kam menduar në fillim që është shumë e vështirë, po kur kam filluar për me mësu, shpeshherë për me u tregu edhe reale, kam thonë që okej, nështë smoj që to, po fatmirësisht edhe prej përkrojës që kena pos prej profesorëve në shkollë, edhe për kushtimin që kena pos ko gjatë madhë, ko ma rritë për me mësu gjuhën gjermane. Për shkakun për nivelin B2 e kisha cilësu ofër një vite për me mësu ko gjatë mirë. Mirë. Faleminderit shumë që ishit sot prezent në studion e Mirëmëngjesit Kosovë. Ndonjë mesazh për fund nëse ke për gjithë ata nxënësa që dëshirojnë që t'ju bashkojnë këtij programi e të mësojnë gjuhën? Mesazhi mjaftueshëm do të jetë besoj edhe paraqitja e nxënësve që me një fjalë shfaqin përvojat e tyre, sepse këta nuk janë të pakët, po një ftesë do t'u kisha bërë jo vetëm nxënësve të Prishtinës, por edhe të komunave tjera, se thash në fillim se jemi gjimnazi vetëm që ofrojmë një mundësi të këtillë në Kosovë, dhe një mundësi të këtillë nuk kanë se ku ta gjejnë tjetër dhe për t'i shmangur, siç thash
fillimisht edhe shpenzimet kolosale që mund t'i kenë familjet e tyre, le të orientohen në gjimnazin Eqem Çabej, në një vend miqësor, në një vend shumë të përshtatshëm për punë, për nxënje të njohurive të reja dhe për mundësi të shumta që krijohen për jetën e tyre në të ardhmen. Çka do të thënë kjo se gjimnazi, siç e thash, mendon të zhvillohet akoma dhe planifikon ta zhvillojmë gjimnazin akoma më shumë dhe pikërisht në këtë besoj se do të krijohen mundësi edhe shumë të mëdha që vërtet edhe nga ofrimi që do të na bëhet siç ishte edhe programi Erasmus, ne si gjimnaz me një fjalë të bëhemi jo vetëm të mburret Prishtina, po të bëhet një krenarie përgjithshme kombëtare, sepse të rinjt tanë do të formohen, do të nxejnë njohuri dhe do të përgatiten për të ardhmen dhe të jenë të dobishëm për veten, për shoqërinë dhe për gjithë të tjerët. Faleminderit edhe një herë.